Në GKKO, prej 10 muajsh, kanë shkuar 13 akuza të rënda penale për Erion Veliajn. Ndërkohë, ka dhe një dosje tjetër në hetim për vëllain e tij, Arbër Veliaj, dhe fondet që ai ka lëvruar. Seanca pambarim, shtyhen, merret një avokat, dorëhiqet një avokat, shkarkohet një avokat, deri në fund sa doli fytyra më e bukur e drejtësisë, Plarent Ndreca, i cili ka dhe kurajën të kërcënoj hapur drejtësinë, kur në fakt është dhe vetë një akuzuar për shpërdorim detyre dhe ndaj tij po zhvillohet çështja në GKKO. 10 muaj, GKKO dhe SPAK, hetime, data gjyqesh, seanca, përplasje, betejë në GKKO, ku në fakt mungoni pandehuri Erion Veliaj. Shkojnë vetëm avokatët e Zdromsit të Bashkisë së Tiranës dhe bashkëpunëtorëve të tjerë që akuzohen. Përtej GKKO, gjykata administrative nga muaji janar ka një padin ndaj prokurorit Ols Dado, i bërë nga Erion Veliaj, dhe aty një lëmsh. Seanca, avokatë që flasin kërkojnë ndërkombëtare të marrin pjesë në gjyq, presioni hapur, shantazh ndaj drejtësisë, lobistë që flasin, çështje në gjykatën administrative. Erion Veliaj shkartis administrativen që të rrëzojë emërimin e prokurorit Ols Dado, me qëllim që të quaj aktet e pavlefshme dhe të shpëtojë nga akuzat e rënda penale. Dhe në vend që të përballet me drejtësinë, shkon dhe gjen skemat dhe skenarët që ndoshta ja këshillojnë lobistët, avokatët e tij, apo ndoshta dhe i bën vet, se ai qëndron mbi lobist dhe avokat, sepse siç ka thënë vet, është një zdroms. Më datën 31 tetor, gjykata kushtetuese u mblodh në një seancë për të shqyrtuar kërkesën e Veliajt për rrëzimin e shkarkimit të tij fillimisht nga Këshilli Bashkiak e më pas nga qeveria, të bërë më datë 25 shtator të 2025. Gjykata kushtetuese e gjeti të padrejtë shkarkimin nga qeveria pa u dëgjuar Veliaj në Këshillin Bashkiak. Në fakt, Veliajt në atë rast ju dha mundësia të dëgjohej përmes avokatit të tij me një letër apo në forma të tjera, por nuk pranoi. Veliaj vijon në burg prej rreth 15 muajsh dhe Bashkia e Tiranës mbahet peng prej tij në burgun e Durrësit. Pra, gjykata kushtetuese pati një kërkesë. Tashmë ka një kërkesë të dytë për shfuqizimin e masës së sigurisë. Shkartiset dhe gjykata kushtetuese nga Erion Veliaj. Një tjetër gjykatë, ajo e larta, vazhdon të gëlojë nga vendimi i ndërmjetëm i Sokol Sadushit, partizanit të Rilindjes, që është bërë kryetar gjykate. Tani, duke kërkuar të rrëzojë një vendim të Kolegjeve të Bashkuara të vitit 2011, kërkon të heqë shallin e pionerit dhe të bëhet president i Republikës në pazar me pushtetin. Shkartiset gjykata e lartë. Këtë të hënë është vendimi. Të presim çfarë do të ndodhë. A do të mundet Sokol Sadushi, që me shkundjet që i dha gjykatës së lartë për interesat e Veliajt, të rrëzojë me kolegjin administrativ apo civil një vendim të kolegjit penal. GKKO vazhdon gjykimin. Në apelin e kësaj gjykate shkojnë çështje pambarim. Nga Erion Veliaj në administrative ka filluar një proces. Si do të jetë vendimi? Veliaj do ta çojë në apel në gjykatën e lartë, një tjetër situatë me Erion Veliajn. Përveç çështjeve të tij, ka dhe skema e skenar të tjerë. Gjithashtu dhe në gjykatën kushtetuese. E gjithë drejtësia e shkartisur për Zdromsin e Tiranës, që ndodhet në burgun e Durrësit, që mban peng bashkinë e kryeqytetit, duke ruajtur karrigen e kryetarit. Veliaj vazhdon në qeli me skema dhe skenar, shantazhe dhe kërcënime nga format më të ndryshmet, thjesht dhe vetëm për të mos u përballur me drejtësinë, për të mos shkuar para prokurorëve dhe gjyqtarëve në një betejë të vërtet ligjore, por për të gjetur mënyrën që të dalë i lirë me shpresën se kja mund të quhet fitore dhe të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve.